Sot me pietet u përkujtua heroi i Kosovës Ismail Kryeziu. Në orën 10 sot organizuar nga Oval Deka në Prizren u bën homazhe në varrizat të dëshmorëve në Landovic, ku posë kryesisë OVL-s morën pjesë edhe shumë bashkëluftëtar në krye me ish komandantin e brigadës 125 të zonës operative të Pashtrikut Nehat Basha, kuvendar të kuvendit të Prizrenit si dhe familjar e qytetar të tjerë. Me rastin e përkujtimit të heroit të Kosovës Ismail Kryeziu, familjarët dhe nëna e heroit shprehan mirënjohje dhe respektin më të thellë për të gjithë ata që morën pjesë në këtë ditë të veçantë për familjen Kryeziu. Përkujtimi dhe respekti për dëshmorët tanë është dëshmi se sakrifica e tyre nuk harrohet kurrë. Heroi Ismail Kryeziu, me novkën komandant të Shpendi, ishte njëri nga luftëtarët e parë në rajonin e Prizrenit që u gjet në flakën e luftës për liri. Ismaili ishte dhe mbetet njëri nga luftëtarët më të spikatur të kësaj zone. Krenona që Ismail ishte pjesë e kësaj iniciative, kësaj brigade, në shumë beteja mori pjesë, ishte edhe beteja e Qafës Pagarushës, ishte beteja edhe në Budakove që ka. Prandaj Ismaili është edhe zëri kushtrimit, sepse u mor me angazhimin dhe njoftimin e gjithë adetarëve tjerë, gjetjeve të ri, që në Retije është duke u reorganizu brigada 125 që zonë përgjithësisë e kishte Prizrenin me gjitha fshatat për rreth. Ndërto me prodhime vendore.